çdo aspekt. Më the më herët që po t'ishte baba më rigoroz në atë periudhë, ndoshta edhe do ta kishe, si me thonë, më strikt këtë qëndrimin ndaj, ose përkushtimin Edhe arritjet besoj që ndaj ishin më të larta sportit. si futbollist. Edhe më të larta. Sot ai fatkeqësisht nuk jeton më. Ka qenë i smur në çfarë rrethana, a ke arriti që ndrosh afër edhe në vitet e tij të fundit të jetës? Është hera e parë që flas për momentet me babën tim. Unë e kam pas shok, nuk e kam pas si prind. Pikërisht kjo është ajo që kam qenë shumë i lirë me të. Kur isha në shkollë fillore, klasën e 7 dhe 8, ka pas një sëmundje të rëndë, mirë, po nuk 4 muaj ka ndetë në spital, nuk arritëshin të gjenë diagnozën. Mirë, po, kaloj periudhë, gjetë diagnoza, u shërua, dhe ka qenë këshu i dobët, 60 kg ka pas gjithmonë. Pas asaj periudhe, kalun disa vite, ku shumë mirë rejsi, nuk u përsërit ajo smundje, filloj të rritet në pesh, i bëri 70 kg dhe ne gjithë ishim të lumtur se nuk përsërit mirë, po pas disa viteve, unë kam qenë futbollist i Besës Kavajës, dhe ka qenë 2007, dhjetor, 2 muaj, para se me 10 dhjetor ka ndruar jetë, 2 muaj para u sëmur nga kolitja, menduam që është ftor, mirë po doli që ishte kancer në mëshkri, dhe pikrisht unë ato 2 muajt unë e di si kam shkuar në Kavaj, kam bë servitje, kam bë ndeshjen, jam kthy, prap kam shkuar. Mirë po në momentet e fundit, sikur e ndjeva dhe unë dhe mora leje nga presidenti që mos të shkoj pas ndeshjes. Ditën e hënë e dërgova në spital, ditën e martë kishte caktime kishim për operim të mushkrive, dhe sa e dërgova tek spitali, në mëngjes me djalin e hallës time, se vetë s'mune, ndejtëm, me pam që i lam të motra dhe nanën të mërzitura, u kthyem për bërë mëngjesin, dhe për t'ju thënë se mirë është. Sa jemi ullë në tavolinë të hamë mëngjes, kur merë mesazh nga doktori, tha ja merë, tha se s'është për operacion. Edhe pasaj unë nisën e morëm, sa rejtëm shpejt, me minuta, ka zgjatë edhe ndroj jetë. Kjo është momenti që, si kam thënë kur, në asnjë medium, është hera e parë që flasë për këtë moment, por momenti më i trishtuar në jetën time. Por prap unë jam praktikues si fesë islame, besoj që s'ka ikje nga ajo rrugë dhe thjesht ka bërë gjithçka për ne, shpresoj që unë t'i bëj paktën 50% ai çfarë ka bërë për ne. Unë të bëj për fëmijët e mi. Unë uroj shumë që ai të prejet në paqe atje ku është, dhe jam e bindur që është shumë krenar me familjen që ka lënë pas vetës. Kjo mungon më tepër, shkak që sa kam qenë futbollist, kam pas tifozin e flakt, do më thonë në ndeshje kur, si vendas, nuk vinte kur ishim si misafer, po si trajner nuk e kam pas asnjëherë. Ka qenë gjithmonë ullur në... Gjithmonë në të njëjtin vend, me nipat e tij, me djemtallës. Ne jemi 5 gjenerata me nga 1 djalë. Ne nuk kemi vëllai, unë kam tani 2 djem, pas 5 gjeneratave, dhe gjithmonë kemi nipa shumë. Edhe ata e rrethonin nipat e tij gjithkohën. Edhe në ndeshje kur ishim, e dinim kush ullet në djathë me të, kush ullet në krahun e Sa majtë. herë pas ikjes së tij e ke zënë veten duke e kërkuar në stadion? Pas ikjes së tij, thjesht nuk dua ta kujtoj, ajo ka qenë ato momente, domethënë isha jashtë forme 6 muaj apo 1 vit, nuk mund të dilja as 50% në atë kvalitetin që kisha unë, që e posedoja. Isha shumë nervoz, ishte shumë moment i vështirë, kisha motrën beqare, unë isha beqarë, kisha nënën. Pasaj më erdhi momenti për një transferim në Azerbajxhan, me një transfer ku në fund të karrierës unë e ndjeva vetën si futbollist në aspektin financiar, por ka në tjetër lash vetëm nënën edhe motrën në shtëpi, ishte mjaft e vështirë, por futbolli është shumë i vështirë, do shumë sakrificë, nisën 1000 fëmijë për futboll, ndoshta 1 bëhet, se tjerë dorëzohen.
A u forcua raporti ytë me nënën pas humbjes së babait? Me nënën ka qenë gjithmonë raporti shumë i mirë dhe akoma është, e kam gjallë, e kam bashkëjetojmë dhe ajo ka qenë ëmbrella ime. Edhe pas largimit të babait tim, unë gjithmonë tek ajo mbështete. Ajo është pika ime më e dobët. Domethënë unë zgjohem mëngjes, telefonin e parë kam ose unë duke kërkuar nonën, ose nona duke më kërkuar mua, minimum 3-4 herë. Atë bën akoma ato pyetjet sigur me qeni vogël, a ke hangër, a ke Pyetja e flet? parë është a ke hangër, për zotin. Pyetja e parë është a ke hangër. Edhe pasaj fillojnë atë tjera. Mirë, po pyetja e parë është a ke hangër. Edhe pse unë tani jam vetë prind edhe, po nuk mund t'i përsëris gjëra që i kanë bërë prindtë e mi për mua. Nëse arriti përsëris, e thashë më parë, 50% ishte tepër. Jeta dinamike, puna, presioni punës, larg familjes, sakrifica, duhet bëjmë edhe unë edhe ata për të arritur të kemë, ata sidomos të kenë një jetë sa më të mirë. Jeta ka këto, pra, edhe rastet e vështira, momentet e vështira si humbjet e njerëzve më të afërt, por sikur në anën tjetër na dhuron edhe të tjerë njerëz po aq të rëndësishëm. Si u ndjeve kur u bëre baba për herë të parë? Qojnë nga një emocion në krejtësisht një tjetër. Emocioni jashtëzakonshëm, domethënë, shpresoj të gjitha përjetojnë atë ndjenjë, edhe është ndjenjë që mua më iku babi, më erdhi djali dhe u plotësu në thojza, u plotësu, s'mund të plotësohet asnjëherë, mungesa e babit është gjithmonë prezente, mirë po për shkak që edhe e kam emëruar me emrin e babit dhe djali 50% ma ka hek atë dhimbjen që kam për babin tim. I ngjan edhe kështu shumë, edhe është njëjtë, shumë komunikues, shumë i dashur të gjithë, ashtu ka qenë edhe babi im, më i dashur se unë shumë. Gjithë e duan dhe thjesht e ka plotësu pak mungesën e tij. Si duket kur e tret atë që i bën ai më krenar, përveç me, i bën motrat e mia. Motrat e mia, ata, si themi ne, luajnë mendsh për ta. Po të lutem. I kanë përqejfe, sidomos me që pas keni emnu në bazë të babit, sigurisht është akoma më e fort lidhja me syre kur e thrasin në emër. Dhe pikërisht e kam emëru për duke shpresu dhe besu që t'i ngjaj pak. Dhe duke se deri tani me atë sa me moshën që ka, jep sinjale që i ka marrë shumë prej ti. Më the më herët që pavarësisht në jetë, sidomos në rolin e prindit, ke bë edhe vetë shumë sakrifica, pra të punës, të mungesës, pra mos prezencës fizike sa duhet në rritjen e fëmijëve, diçka që mendoj munduhet si me thonë, ta mbështet edhe bashkëshortja, ose në një formë ta zëvendësoj, gjë që prap dalim të ajo që s'është e zavendësueshme, po a ke arrit që deri sot me qenë ai babai si që kishe mendu dikur? Një baba i denjë për fëmijët që do t'jetë aty çdo sekond për ta. A ke humb diçka të rëndësishme deri tani vetë? Jam i bindur se s'kam arriti për gjitha, për shkak punës e para dhe larg familjes. Nuk kam udhëtuar shumë me punë, kam qenë në Shqipëri, në Kosovë, po edhe 20 kilometra larg shtëpisë, je larg shtëpisë. Po më parasysh sa është larg. Je 40 apo 400 apo 1000 kilometra, je larg shtëpisë. Dhe më thënë, unë mundohem, sakrifikon bashkëshortja, fëmijët, nana, gjithë sakrifikojnë për qenë ky që jam tani. Nuk është vetëm merita ime, ose puna ime, është i stafit, i punëtorëve, por ajo mbështetja kryesore vjen nga familja. Dhe unë nuk kam pa djalin tim, nuk e kam përcjell djalin tim ditën e parë në shkollë. Se është një gëzim te, unë kur i shoh foto tani disa prindë që e kanë marrë fëmijën e tyre dhe që në shkollë është emocioni jashtëzakonshëm. Qa i the? Si e mbulove këtë mungesë? Ishte ndeshje, nuk ishte mundësi që ta lëm ndeshjen edhe... U mërzit ai? Po, ai nuk u mërzit shumë në atë kohë. Pastaj kur i shifte tjertë se si shkojnë me prindët e vetë ditën e parë, dhe ai mante mend që unë s'kam qenë ditën e parë. Ose nuk e mbaj mend të vajza kur i ka bë hapat e para duke ecur. Se s'kam qenë në shtëpi.
Kam qenë larg familjes. Mirë po, jam krenar me bashkëshortën time që... Si jam more zemrën? Ajo o duhet këtë qenë tifoze e flakt e ytja? Ajo në fillim s'ka pas lidhje me futbol, po është bo tani edhe analizë mund të më bërë. Dëgjova që ke marrë dhe asistente. Jo, në fillim s'ka pas lidhje me futbol, po ta është i kaloj jeta me futbol dhe saj, edhe nënës time, edhe motrave, edhe gjithë familjarëve të mi. Thjesht futbolli është futër në për shtëpi tona dhe nuk ka teori të dalë, se edhe dy gjente mi miren me futbol dhe shpesh me nënën time zihemi në aspektin pozitiv, se ajo nuk donë që fëmijët e mi të miren me futbol. Se dhe të unë së të kam pa, ke qenë larkë meje, paktën ti kesh ofër fëmijët e tu. Mirë po ja që unë s'mund t'i ndaloj, ata vetë kanë dëshirë për të luajtur futboll. Ata dëshirën e kanë, talent edhe rrugtimin prej teje, si me thonë, në hapat e parë do ta kenë mbështetjen. Jam krejt në fund, trajner edhe nuk du ta mbyll për diçka, pa përmend edhe diçka të rëndësishme. Më the më herët që je shumë ngushtë i lidhur me besimin, edhe një nga, po them, përjetimet më të veçanta të tua që ke pas konsideroj që mund t'jetë edhe vizita në Mekë. Si e ke përjetu? Çfarë ndjesie të ka marrë? Unë para kam qenë trajner në Medinë, u bëra një transfer me një agent dhe firmosa me një skuadër të Medinës, pastaj kishim disa ditë pushim dhe i mora stafin tim, ikëm në Mekë për të bë ritualin fetar umren që quhet, dhe gjithë ma thonin se kur shoh Shqavën për herë të parë është një emocion, por thjesht asë 10% me fjalët e tyre nuk e kisha përjetu. Asë 10%. Kur isha prezent në atë vend dhe pash vetë me sytë e mi moment që s'harroj deri në vdekje. Pastaj ajo u bë edhe më e madhe kur pas disa muajve më erdhi edhe familja, edhe nona, edhe bashkëshortja, edhe fëmijët dhe bënëm gjithë bashkë edhe një herë umrën. Ajo ka qenë një kënaqësi e veçantë, mirë po momentin e parë, edhe ishte një moment kur, për herë parë, kur e shef Qapën, dhe atë lutje që e bën nuk refuzohet nga Zoti. Kështu ishte nga disa teologë, lexova me një libër, dhe lutja ime ka qenë o Zot, pranoja gjitha lutjet në nënësime. Sa ajo ka kohë për të lutur, me futboll s'ke kohë as për të bërë lutje. Dhe lutja ime ka qenë o Zot, pranoja gjitha lutjet në nënësime dhe i tregova në telefon, thash kështu, mos i ndërprej lutje për komshine, për gjithë. E është zakonshme. Faleminderit shumë, sinqerisht, fillimisht për që hape zemrën edhe fole diçka që nuk kishe përmendur më përpara, diçka shumë personale, edhe të rëndë, si që janë humbjet, por edhe nga momentet e bukurat. Faleminderit shumë për dhuratën, Arbri s'ishte këtu, kështu që po ta japë mundësin që ta njitja. A ditë zhonglash, Arbër? Arbër, kjo është topi zyrtar që kemi qenë në konferencë ligë, është me respekt nga gjithë futbollistët për ti dhe e mbash kujtim për gjithmonë. Sukses dhe juve. Faleminderit. Faleminderit shumë trajner që erdhe. Ishte me të vërtet shumë kënaqësi, ha Arbër? Urdhna? A pëllu pak, a zhonglon diçka? Tri. Avash. Mësohet, a? Ener, faleminderit shumë. Me prezencën tënde këtu, do doja që t'i ftoj shikuesit të ndjekin një material tutje, flasim për qendrën e kompetencës 11 marsi në Prizren, që ka shënuar sot 65 vjetorin e themelimit. Erzana jep detajet. Qendra e kompetencës 11 marsi në Prizren shënoi 65 vjetorin e themelimit të saj me një program festiv ku morën pjesë nxënës, mësimdhënës dhe mysafir të ftuar. Programi nisi me fjalime përshëndetëse nga drejtori i qendrës, Arben Selimi, për të vazhduar me pika artistike të përgatitura nga nxënësit. Izoluesit, ngjyra dhe më e bukur, dizajni veshjes, Kalaja, Bistrica, ti?
Zoti drejtor, a mund të na tregoni rreth themelimit dhe historisë së kësaj shkolle? Po, sot pra na festojmë 65 vjetorin e themelimit të shkollës sonë, pra para 65 vite është themeluar shkolla jonë, me një profil të vetëm pra në profilin e arkitekturës, ku me numër të konsiderueshëm nxënësve. Sot është edhe përvjetori i kësaj shkolle. Çfarë rëndësie ka kjo ditë për ju edhe për të gjithë studentët? Po, pra, kjo përveç se është data 11 mars, pra përkon edhe me luftën lartëdijshme të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, mirë po është edhe data e themelimit, pra themelimi i shkollës 11 marsi. A mund të na tregoni edhe rreth organizimit që përmbajti ky program, si shkuan para përgatitjet? Po, pra, përgatitjet janë gjatë tanë vitit, pra se është shkollë profesionale, të gjitha punimet janë prezentuar në shkollë, në për kabinetet praktikave profesionale. Mirë po, këtu ishte një program artistik që u shfaq nga nxënësit e shkollës tonë. Kori i shkollës interpretoi këngë